Përshëndetje dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Sot do të bëjmë një recetë të mishit me tartuf. Ka një shije të veçantë dhe gatuhet shumë lehtë. Fillojmë menjëherë me përgatitjen. Atëherë si fillim në një tigan hedhim vaj ulliri. Këtu un kam 500 gram mish viçi, por ju mund të gjihni të gatuani dhe mish gici. Fillojmë ta kaurdisim derisa të ndryshojë ngjyrë. I shtojmë 500 gram ujë dhe e lëmë të ziejë derisa uji të avullojë plotësisht. Gjatë procesit të zjerjes hedhim gjethe dafine edhe krip sipas dëshirës. Ndërkohë që mishi zjen, grim 3-4 thelpinj hudhre. Shikojmë që uji ka shtëruar plotësisht dhe me ndihmën e një mashe largojmë mishin nga tigani. Ndërkohë shtojmë hudhrat e grira. Me kujdes sepse hudhrat digjen shumë shpejt, kështu që pas 1 minute shtojmë direkt 200 ml pana dhe 100 ml ujë. Sa po merr val, i shtojmë 1 lugë gjelle tartuf. Shtojmë mishin e skuqur. Dhe sa po merr val, i shtojmë sipër pak djath kaçkavall. Mishi është gati. E vendosim në pjatën e servirjes. Edhe pak lëng sipër. I shtojmë pak piper të zi dhe receta është gati. Ka një shije fantastike dhe ju sugjeroj ta provoni. Faleminderit që më ndoqët.